Rezilienca, forca që lind nga dhimbja. Ti ke pushtet mbi mendjen tënde, jo mbi ngjarjet e jashtme. Kur ta kuptosh kët, do të gjesh forcën. Marcus Aurelius. Çfarë bën një njeri të fortë? A është mungesa e dhimbjes? A është një jetë pa pengesa, pa humbje dhe pa dështime? Apo ndoshta forca e vërtet lind pikërisht atëherë kur gjithçka duket se po shembet? Shumë njerëz mendojnë se njerëzit e fortë janë ata që nuk qajnë, ata që nuk kanë frikë, ata që nuk dorëzohen kurrë, por kjo nuk është e vërteta. Njerëzit më të fortë nuk janë ata që nuk bien, janë ata që, edhe pse bien, gjejnë forcën për t'u ngritur përsëri. Kjo quhet reziliencë. Rezilienca nuk është një talent me të cilin lindim. Është një aftësi që ndërtohet nga vuajtja. Ajo lind nga humbjet, nga zhgënjimet, nga tradhtit, nga momentet kur mendon se nuk do të përballosh më, por megjithatë vazhdon. Marcus Aurelius, një nga perandorët më të mëdhenj të Romës, kishte pothuajse gjithçka që shumica e njerëzve e ndërrojnë: pushtet, pasuri, respekt. Por jeta e tij nuk ishte as pak e lehtë. Ai jetoi mes luftrave të vazhdueshme. Përjetoi epidemi që morën jetën e mijëra njerëzve, humbi njerëz të dashur, u përball me tradhti dhe me përgjegjësi që do ta kishin thyer shumicën e njerëzve. Megjithatë ai shkroi diçka që ka mbijetuar për gati 2000 vjet. Jo për të dukur i mençur para botës, por për t'i kujtuar vetes se asgjë nga jashtë nuk mund të shkatërrojë një njeri, nëse ai nuk lejon që mendja e tij të dorëzohet. Prandaj ai shkroi: ti ke pushtet mbi mendjen tënde, jo mbi ngjarjet e jashtme. Kur ta kuptosh kët, do të gjesh forcën. Sa herë harrojmë kët? Ne nuk mund ta kontrollojmë nëse dikush na tradhton. Nuk mund të kontrollojmë sëmundjen. Nuk mund të kontrollojmë humbjen. Nuk mund të kontrollojmë atë që jeta vendos përpara nesh. Por mund të kontrollojmë mënyrën se si i përgjigjemi. Dhe pikërisht aty fillon rezilienca. Shumë njerëz luten që jeta e tyre të bëhet më e lehtë. Por ndoshta pyetja e duhur nuk është kur do të largohet dhimbja, por çfarë po përpiqet të më mësoj kjo dhimbje? Sepse shpesh pengesa nuk është fundi i rrugës, ajo është rruga. Marcus Aurelius shkroi edhe: pengesa që qëndron në rrugë bëhet rruga. Çdo vështirësi mund të bëhet një mësues, çdo humbje mund të na bëjë më të mençur, çdo plag mund të na bëjë më njerëzor, nëse e lejojmë. Edhe Viktor Franklin, një njeri që mbijetoi kampet narciste të përqendrimit, arriti në të njëjtin përfundim. Ai tha: njeriu mund t'i merret gjithçka përveç një gjëje, liria për të zgjedhur qëndrimin e tij ndaj çdo rrethonave. Ata mund t'i marrin një njeriu pasurinë, lirinë, punën, madje edhe njerëzit që i do. Por askush nuk mund t'i marrë mënyrën se si ai zgjedh të reagojë. Kjo është forca më e madhe që posedon njeriu. Edhe Friedrich Nietzsche shkroi: ai që ka një pse për të jetuar mund të përballojë pothuajse çdo si. Kur ke një arsye të fortë për të jetuar, dhimbja nuk zhduket, por bëhet e durueshme. Mendoni për njerëzit që admironi. A mendoni se ata nuk kanë vuajtur? Përkundrazi, shpesh janë pikërisht plagët e tyre që i kanë bërë të mëdhenj. Ndoshta edhe ti po kalon në një periudhë të vështirë. Ndoshta ndihesh i lodhur, i tradhtuar, i zhgënjur. Ndoshta mendon se nuk ke forcë më. Por ndoshta nuk e kupton ende se pikërisht tani po ndërtohet karakteri yt. Sepse rezilienca nuk lind në ditët kur gjithçka shkon mirë. Ajo lind në ditët kur nuk ke më asnjë arsye për të vazhduar dhe megjithatë zgjedh të ecësh edhe një hap, edhe një ditë, edhe një herë. Dhe ndoshta një ditë do ta kuptosh
se nuk ishte dhimbja ajo që të shkatërroi, ishte dhimbja ajo që të ndërtoi. Mos harro kurrë, jeta nuk pyet sa herë ke rënë, ajo të kujton vetëm sa herë je ngritur, sepse në fund njeriu nuk matet nga rehatit që ka jetuar, por nga stuhitë që ka arritur të përballojë.